Unë jam në një mision. Kështu e ndjej unë. Nuk e vën dyshim. A do të thotë kjo Ky mision do që ju do të jeni gjithmonë në krye të Partisë Demokratike? Ky mision do përmbushet. I vështirë, por do përmbushet. Absolutisht e ndjej mision. Tani, se çfarë do bëhet në Partinë Demokratike, ajo parti është parti demokratike, e hapur, ka vot, ka çdo gjë, dhe ju siguroj ju që çdo njeri do ketë hapësirën për të thënë mendimin e tij. Sali Berisha është në një mision për mbrojtjen e një vlere themelore të humbur. A ka pasur ndonjë moment gjithë këto ditë që nga 11 maj, zoti Berisha, që mund ta keni kaluar në përmend, qoftë edhe për një çast dhe për një moment, të largoheni nga drejtimi i Partisë Demokratike, domethënë të vazhdoni të qëndroni deputet i Partisë Demokratike, siç bët pas vitit 2013, po të largoheni nga drejtimi? Asnjë moment. Po atëherë pse e vutat në statut, doktor? Po pse e vut? Por zgjedhje, thot zgjedhje, jo fars. Morëm të fragment dhe falenderojmë emisionin Log të intervistë me doktorin, ku esenca është që ai është një misionar dhe nuk do riqet asnjëherë. Por, nga ana tjetër, ka dhe një udhkryq për doktorin, sepse nga një anë nuk jep dorëheqjen, do të ketë një fushat kontestimesh, dënimesh të zgjedhjeve të farsës etj. Por nga ana tjetër ka edhe një përballje me procesin gjyqësor për çështjen partizane. Zonja Bozheku, në këtë moment kur prokuroria mbyll hetimin dhe ja kalon gjykatës, do thotë që sipas hetimit nuk prapësohet, pra shkon në një fazë të re. Pra prokuroria gjykon që ka dyshimet dhe provat tani të arsyeshme, të cilat do t'i certifikojë gjykata, për ta çuar në gjyq. Është një fazë ndërmjetme, sepse prokuroria e ka bërë atë që quhet ushtrimin ndjekjes penale që më herët dhe ka kaluar në gjykatë. Pra që do të thotë që prokuroria deri në përfundimin e hetimeve të saj është e bindur dhe ka atë dyshimin e arsyeshëm të famshëm që përdoret kështu si fjalë dhe elementeve probator që ka... Po besoj ka dhe prova. Elementeve probator që ka se fushia e provës vërtetohet vetëm në gjykim. Nuk e kuptoj njerëzit. Ka fakte që quan nëse si prova. Gjykata do ta vlerësojë. Që për prokurorinë janë mjaftueshme për ta dënuar, se qëllimi i prokurorisë është gjithmonë dënimi. Dhe në fazën e seancës paraprake, që quhet seancë filter, në praktikën gjyqësore shqiptare, dhe dua ta nënvizoj kështu me shumë nënvizime të thella, është që nuk shërtohet asnjë gjë që lidhet as me ato që janë elementet e mbledhura nga prokuroria deri aty që të thuhet qëndron apo jo ajo akuzë. Prokurori nuk i hyn fare gjykata jon, gjykata si seancës paraprake nuk e merr përsipër këtë barë përgjegjësie. Dhe ja kalon treshes. Jo, e ka më kollaj t'ja kaloj treshes. Dhe këtu është pra nga një gjyqtar i vetëm që nuk e ka aq forcë, akoma nuk është e konsoliduar sistemi jon procedural penal në këtë drejtim, që të ketë fort gjyqtari seancës paraprake të jetë autonom i vendimarrjes dhe ja kalon treshes për gjykim. Këtu fillon procesi penal i mirëfillt. Gjyqi i zotit Berisha do të jetë një gjyq i gjatë që mund të zgjasë 3 deri 4 vjet minimumi.